Vatra e zjarrit e cila shpërtheu para 3 javësh në Bjeshkën e Belles dhe për shkak të intervenimit të vonuar dhe jo adekuat si pasojë e terrenit të vështirë u shtri në një perimetër prej 30 ari, pas një jave u reaktivizua duke u ngjitur nëpër kurrizin e Bjeshkës së Strelcit deri tek vendi i njohur si Qafa e Nekut. Nëse vazhdon kështu do të shkatërrohet kjo pasuri komplet. Që më ka shqetësuar më tepër, pardjeri që kom pa edhe disa kaproj të ikë për zjarrit, që me të vërtet kam pas dhimbje të madhe. Gjithë këtë zjarë që është të bo, po inshallah më në fund marran edhe kjo punë sa më shpejt se shabe. Stihia e zjarreve në rritje hap pas hapi po ju afrohet vendbanimeve. Ankthi i bjeshktarëve i arsyeshëm tashmë kushdo tentim për fikjen e tyre te jeti vonuar. Ka me bo vetë, që tash i thira, në ashtë i bo vinë dhe një 2-3. Kom bo thjevje, po shumë pak më kanë dalë. Kush e ka shuar zjarë me ma shumë të inkestanishtë, i strefi, Omzi edhe Shabani kanë hekes, ju kanë djekë edhe cevat, që në ka arë shumë vështirë. Ditë për ditë jemi të përvu të i nalë, ke dalë flaka edhe në ledin, mejna e kemi nalë, po zjarët janë shumë dha, mejna është pak shumë këshinë, është pak ma problematik. Me pashu ekipën tonë dhe ma shëvë, të merë me trija si që stërë në ashtë krahit, e kështë e nalë. Jo me shishe. Jo me qërkë me shishe, ta ashtu i mundu i shkreti. Interesimi ka qenë për 2 fshatra shumë, unë mund të thamë që ka qenë as pak zero. Përësisht është plaki i Shaban Rostemaj, unë e i Shtrefa Avdimetaj, Homez Avdimetaj, edhe djali i tij i Homzit, s'mu i kemë najtë pa në një mu, shumë i vogël, edhe kemë arrit me një javë ditë me nga dalësu. Pa me konë pak ma të intereson, me ngre edhe poplin pak, atër edhe popli i kish njek për mas, po Dhe kështu vazhdon deri në çastin kur ndërhyjnë dora atyre që janë të thirrur ta mbrojnë këtë trashëgimi shekullore apo mbesin në pritje të dorës së Zotit që të shpëtojë krijimit e tij prej qenies më të lartë, por dhe më mizore, njeriut. Kanë qenë 3, po kanë ndodhur që mbashtit në gjestimin e situatës, ashtu kemi qenë. Ne kemi pas pekarin edhe të Agencionit të Pyjor të Kosovës. Kemi pas mbështetje edhe nga shoqata Alpini bjeshkatare Mariashi. Kemi pas mbështetje edhe nga qytetarë vullnetarë të fshatit Strelc. Kujtohet dhe mos ka qenë një angazhum për drejtim, po ka ku me porin, ka kërku që të ketë një ndërhyrje nga ari. Si pas tyne nuk ka rreziku fshatra, nuk ka rreziku vendbanim. Ka pas edhe shpërthimi mbledhje gjatë lutjes që edhe intervenimi i zjarrfiksave ka qenë shumë i rrezikshëm për jetën e tyre. Besoj që vitin e ardhshëm do të merren masa, do të jetë koordinim më i madh edhe mes agjencionit pyjor edhe komunës, edhe zjarrfiksave që të parandalohet burimi i zjarrit. Këtu është zjarri në fillim, të afër Belles, po shihet që është një bjertësi shumë e madhe, si është e pamundshme me hy. Këtu me ditët vijuse, ku ka fillu gradualisht shpërndarja, që ku shitu shifet çfarë bjertësie, çfarë vetëm me anë të ajrit, që orkon e pamundshme mu intervenu. Pas një jave, një rrebesh 2 orësh shiu me breshër si një bekim dhe përgjigje lutjeve të pafuqishmëve u derdh furishëm mbi këto zjarre për të shuar deri në 80% të vatrave të shpërndara nëpër këtë shkëmb monumental të veshur me pisha si rrallkun tjetër në botë. Zot që sillen me citrima vajtuese për rreth foleve që po digjen, gazela e drerë që vrapojnë dëshpërimisht nëpër flakë e tym, dhitë egra që ju digjen thundrat në përshkëmbin që vlojnë dhe pisha shekullore që shpojnë qiellin me flakët përvëluese për të shembur me krisma vajtuese në gremin, janë imazhe trishtuese të Bjeshkës së ngulfatur me tym, sa herë një zjarr shpërthen nëpër pyjet shekullore për të bërë shkrumbehi atë që natyrës i është dashur të krijojë ndër shekuj. Dhe kështu vazhdon deri në çastin kur ndërhyjnë dora atyre që janë të thirrur ta mbrojnë këtë trashëgimi shekullore apo mbesin në pritje të dorës së Zotit që të shpëtojë krijimit e tij prej qenies më të lartë, por dhe më mizore,
njeriut. Vatra e zjarrit e cila shpërtheu para 3 javësh në Bjeshkën e Bellës dhe për shkak të intervenimit të vonuar dhe jo adekuat si pasojë të rendit të vështirë ushtri në një perimetër prej 30 ari, pas një jave u reaktivizua duke u ngjitur nëpër kurrizin e Bjeshkës së Strelcit deri tek vendi i njohur si Qafa e Nekut. Zjarret e shkaktuara nga shkaqe natyrore, nga pakujdesia e qytetarëve apo nga një dorë qëllimshme, favorizuan temperaturat e larta si dhe pamundësia e ndërhyrjes në kohë, duke u shpërndar edhe në përpishat e rralla e të rritura në një mënyrë të habitshme në një faqe shkëmbore të kësaj bjeshke. Fillim, aty kur ka fillu zjarri spari, për shembull, mas aty në Kersha ku po i shohim na prej këtuit, ka qenë mundësia që me intervenu munala e zjarri vogël. E tani është shumë problem. Nëse vazhdon kështu do të shkatërrohet kjo pasuri komplet. Që prej që ka fillu zjarri, unë për veti penni veten shumë keq. Jo për shembull që po kam frikë që po më dëmtohet një shtëpi e jemja, po mu është të mu dhinë pasuria e jonë kombëtare që e dhimbshme është mu shkatru kjo, që unë mendoj që edhe 100 vite ma tepër nuk mundet mu kthy në gjendjen që ka qenë. Kështu që bile që më ka shqetësu mas tepri, pardjeri që kom pa edhe disa kaproj të ikë për zjarrit, që me të vërtet mu kam pas dhimbje të madhe. Po, unë po shpresoj që komuna e Deçanit edhe qeveria e Kosovës, e cila ka paka shumë kompetenca më të mëdha, ka buxhet më të madh, kapaciteti është më i madh, edhe më ardh me intervenu, me shkym këtë zjarr, kështu që mi pështu këto pasuri kombëtare. Ashtu edhe unë pajtona me këta që spari duhet na mu organizu si fshatar këtu të fshatit Strelc. Istrifa i ka mërguar që në vitet 90, ndonë se rrethanat e jashtëzakonshme të asaj kohe imponuan migrimin e të rinjve, ai e kishte fatin të shkonte tek jati i tij në Gjermani. Por Istrifa ju rikthyven lindjes me investime që në rastin e parë, sepse shtëpia e kësaj familje, të cilën strelcianët e quajnë shtëpia e bardhë, është i pari objekti ndërtuar me material të fortë në Bjeshkën e Strelcit. Në vitin 2010 e kam ndërtu një shtëpi këtu mrapa shpinës. Kur vi këtu, vinë më vizitojnë edhe shumë shok nga Kosova, nga Presheva, nga Maqedonia, vllazën tonë, nga Shqipëria, që prom kam pas shok nga Shqipëria, tani ky nonën e djathtë është nga Podojeva, jeton edhe kënë mërgat që 30 vite, Florim Hoti, i cili më ka vizitu me gjithë bashkëshorte. Përshëndetje. Mirë se keni ardhur në Bjeshkën e Strelcit. Në Strelcin e bukur. Hajde afroni pak. Më tregoni me çfarë përshtypjesh ktheheni nga Bjeshka e Strelcit. Vend shumë vend i bukur. Natyra është si më pralla, për zotin po. Na ka pëlqyer shumë. S'ka vend më të bukur hiç, për zotin po. Duket nuk keni gjetë kohën më të mirë për me ardhur në Bjeshkë Strelcit, duke pas parasysh se keni pas një katastrofë natyrore. Gjinaf, gjithë këtë zjarë që është të bo, po inshallah më në fund marran edhe kjo punë sa më shpejt se shade. Që shtojnë shade, shumë të keq. Po, dëm. Dëm i madh. Keni ju Bjeshkën e Podujevë? E kem, po si kem ka s'larta si për këto. Si quhet ajo Bjeshka juaj? Bjeshka Kaçanollit është një më afër aty nga të neve, po s'është kaq e lartë kjo është. Kjo si nëngra për zotin. Shumë bukur, shumë gjithçka bukur. E pa po. Po ju a dilni atje në Bjeshkën e ju? Dalim atje, po s'është kaq larta, nuk janë. Keni ndërtuar ju diçka? Unë personalisht jo, po kanë restorane, ka gjëra shumë bukura atje. Çfarë do t'ju thoshit vizitorëve që nuk e njohin Bjeshkën e Strelcit? Unë kisha thonë sa më shpejt, kur kanë kohë të lirë të vinë këtu të vizitojnë këtë vend të bukur, se ju jetë kujtim për të jetën. Unë si mergemtar mbi 30 vite. Kam marrë vetë, kam investu këtu në ndërtim të shtëpisë. Që në këtë rrethin, do më thonë, shtëpia e parë që është ndërtu që s'ka pas infrastrukturë rrugore, është shtëpia e jeme që kam ndërtu në 2010 që bile materiali më shumë, transporti më ka kuptu se sa shtëpia që është ndërtuar.
Një shtëpi bashkëkohore, rrymë e rjeti së cilës do të vihet në shërbim të gjithë bjeshtarëve dhe vizitorëve. Tu s'kena pas rrymë. Ja kam pru një firmë nga Gjermania, edhe ka ardhë, kena vendosur panelat solare, në atë shtëpi ku shihet prej kohit, prej 2010 dhe ka 2020, për shkak që s'kena pas edhe infrastrukturë rrugore, janë shërby me rjet, me rrymë, edhe mas shumë të më bënd lumë të rgjo, që sata që këj investim i vogël i këtyne solarë, ka banorët e fshatit Strelc janë shërbyrë në shpinë teme, me rjet, me rrymë e gjitha. Kjo më banë mas mirë të mundënje. Edhe mungojnë, tash thuja çdo njoni e ka një rjet, e ka në rrymë, tash janë për hapë, që si ka arë kjo mundësi, po ka njerë për para më vishin shumë aty, edhe ku i sheshe anisha vetën të lumë, edhe më vizitojshin, edhe folshim, edhe rreshim. Ndërsa edhe pse tashti pjesa dërmuese të banave është me energji solare dhe me internet, mirënjohja bashkëshatarëve, këtij mërgjimtari janë ngrohur zemrën. Sinqerisht po. Kam njerëz hala kur takona këtu, ose rrugës, ose poshtë në Strelc, që vinë edhe thojnë, nuk ta kom harru që jemi ardhur përpara, kemi folur në telefon nga rjeti yt, që unë e kam pas me kod hapur për gjithë këta. Për mua mjafton një përshëndetje, një faleminderim, edhe jam i kënaqur me këta banorë të fshatit tim. Dhe sa do të qëndroni këtu? Unë me thot drejtën si vjet kam kaluar kohën më tepër këtu, biles nga viti 2024 prej një qershorit e deri tani jam ma tepër në bjesht Strelcit. Unë i kam 3 djemë, bile këta 12 që janë me mosh mbi 20 vjetë, këta vinë edhe vetë, kthehen në fshat, po ma tepër kalojnë kohën bjesht Strelcit. Pas të gjithave, shtëpi e bardhë e bjeshkës së Strelcit mbetet derë hapur si një simbol i bujarisë shqiptare, ndërsa vëllezërit i strefajnë si shembulli më i lartë i shtrirjes së dorës komunitetit, siç na mëson tradita e pararzëve tanë fisnik. Ndërsa ky largim do të jetë afat shkurtër, sepse s'do të kaloj shumë dhe i strefaj do t'i rikthehet bjeshkës së tij në çdo stinë, siç dinë mërgjimtarët adhetar që edhe nëpër rrugët më të humbura të botës ecin me kokën kahadheu për t'ju rikthyer rrënjëve të veta pranverë, verë, vjesht e dimër. Sot, dielli po lind me vështirësi në përtymin që ka pllakosur bjeshkën nga flaka si vulkani furishëm i natës së kaluar në majën e Strelcit. Rreth tymi kanë pllakosur bjeshkën duke ngulfatur gjithë bukurinë prallore dhe aromat e bukura të luleve, sepse intervenimi i zvarritur krijoi hapësirë për shpërndarjen e zjarreve dhe eskalimin e situatës deri në atë mas, saqë çdo tentim për fikjen e tij të përbëjë rrezik për jetën e secilit. Stihia e zjarreve në rritje hap pas hapi po ju afrohet vendbanimeve. Ankthi i bjeshktarëve i arsyeshëm tashmë kushdo tentim për fikjen e tyre te jeti vonuar. Ka me bo vetë, që tash i thira, nash i bo vinë dhe një 2-3, se shumë afër kanë gjitë që lejnë a krejt nga. Kom bo thirrje, po shumë pak më kanë dalë. Kush e ka shuar zjarmin më shumë ti në kestanisht i strefi, Omzi edhe Shabani kanë hekes, ju kanë djegë edhe ceva, që në ka arë shumë vështirë, do më thonë ju kanë dërprej edhe ujtë e pijes, e është problemi se katoni si katon, pak ka bojnë si ati më nënim. Për momentin kisha zbrit poshtë, kur erdha në akşam për shatimin të në ondë, edhe nuk posha dikon për me e thirë më shku më aktivizu për me e nalë. Nuk posha, do më thonë, fillimi të në herët është ma i letë. Kur të hapet zjarri është pak ma vështirë, gjëna, diçka do më thonë mu djeg kjo pasuri. Ditë për ditë jemi të përvu të i nalë, ke dalë flaka dhe në ledin të mejna e kemi nalë, po zjarët janë shumë në anë, është pak shumë këshinë, është pak ma problematiku. Sa është bashkëpunimi i komunitetit për me ndalë këtë Po është pak problem se nuk ka dhe kushtet mjaftueshme ka në bjeshk.
Dhe tereni është pak këshin, guraj aty të poshtë, ama dhe ujo pak ma problem se nuk ka. Ki shkon ndej ku shkon kjeri afer, ku pak ma ka një rrezik shtesë, janë të shpërthy edhe mina hala gjatë luftës që janë konë, do më thonë, i shkive, hala janë të shpërthy mina pi zjarit. Ki shkujt më nalë ma eja, që t'ishim pak ma t'interesum, dhe më katonisht që i thojnë. Kisha bo apel që mos ndodhin këto sene, mos djegën bjesht, mos letruën jenë bjesht shajeta jenë. Fikje në zjarrit në rritje mundëson të vetëm ndërhyrja nga ajri, qoftë nga misioni paqëruajtës i KFOR-it apo Forca e Sigurisë së Kosovës, por sipas drejtorisë së Parkut Kombëtar në Pej, komunës së Deçanit, si dhe njësisë profesionale për zjarrfikje dhe shpëtim të kësaj komune, kësaj radhe mungoi mbështetja për shkak se, sipas tyre, zjarri nuk rrezikonte jetën e bjeshtarëve as të vendbanimeve, ndërsa as pyetjet tona të adresuara tek ta deri në këtë moment nuk morën ndonjë përgjigje. Ku gjohat e që kisha të poshtë. Po, këtë në zdumë mëna, këtë djekë cërë. Ja thejsh zoti qafën e që. Thirrjes për bashkangjitje e aksionit për fikjen e zjarrit në shtrirje mbi këtë trashëgimi të përbashkët natyrore ju përgjigjen një numër i vogël vullnetarësh, sidomos nga banorët e të dyja strelceve, ndërsa përballë vatrave të shpërndara nëpër terrene malore, por dhe shkëmbore, numri i vogël i zjarrfiksëve dhe i bjeshtarëve që numëroheshin në njërën dorë, kreti pa dukshëm për mbrojtjen e kësaj parazi toksore, në të cilën u lindëm, u rritëm, po jetojmë dhe po e trashëgojmë. Ndaj të 10 vatrat në rritje, vazhduan me intensitet të shtuar dhe krahas dëmeve të pakompenzueshme në pyet 100 vjeçare, dëmtuan edhe ujësjellsin e një lagjeje të Bjeshkës. Me pashu ekipën tonë dhe mas shëvë të merë me trija si që stërë në krahit, e kështë e nalë. Jo me shishe. Jo me qërë me shishe të ashtu i mundu i shkreti. Pas një jave, gjithësisht në pasditën e 18 gushtit, një rrebesh 2 orësh shiu me breshësh si një bekim dhe përgjigje lutjeve të pafuqishmëve u derdh furishëm mbi këto zjarre për të shuar deri në 80% të vatrave të shpërndara nëpër këtë shkëmb monumental të veshur me pisha si rrallë kund tjetër në botë. Bjeshka pas shiut e pastër nga reja ngulfatëse e tymit të zjarreve, e faqja e malit pothuaj e shuar përveç disa cungjeve të mbetura që i mbajnë disa vatra ende aktive. Por ndonse e sotmja me një barë më të vogël, frika ende aty se nga një gace vetme do mund të shpërthej vater e re. Ndaj monitorimi i vazhdueshëm nga këta 3 bjeshtar të cilët u angazhuan për lokalizimin e zjarrit me forcat e veta që nga fillimi. Në bellet e për e fanis, edhe unë gjitë për pjetë e ka një bjesh strelësit. Për fatë mirë një shi që radje, qaj e ka zbrit pak, po apet është tu marë zjerë. Pa jënë konë atë zjerën fisat, po s'kanë mujtë me po asë i sanë eqë. Sa kemi mujtë na me bo dishka,
Ma tepër s'kem pas në him. Atje kom pas rezervari o pështu, po të cevat jem djeg, edhe mos s'kem ju. Ndërsa mesazhi për institucionet relevante është që në çdo nismë të mbaj pranë edhe komunitetin për të parandaluar problemet që në Zanafill. Pa me kon pak më të intereson, me ngre edhe popullin pak. Atër edhe populli kish njek për mas, po jo është qaq të intereson. Na jemi shku vullnetar, një javë ditë rregullisht jemi shku. Inshallah, na ndihmo Zoti. Ndonë se rritja dhe shpërndarja graduale zjarreve në përpyjet halore të bjeshkës së Strelësit krijoi një situatë alarmante dhe kërcënoi me një katastrofë ekologjike me dëme të pallogaritshme në këtë trashëgimi kombëtare. Përpjekjet institucionale për lokalizimin e tyre lanë për të dëshiruar, ndërsa solidariteti i komunitetit me zjarrfiksit me një përqindje krejt të vogël përveç disa bjeshkëtarëve rezident, të cilëve u bashkangjiten edhe disa vullnetar nga shoqata jo qeveritare. Ata kemi lokalizuar në strefin me Homzin. Qafa e nekut. Dash me ndalë krejt me legalizu 500 metra kanal, me largu biologin krejt, për mësë me përfshi atë pjesë malit. Me lëpata, me oj, në të qelë kanal, të e largu atë biologin via me ndërprej mësë më ardhë. Mësë me pa qelë që të kanale dhe vena cumat me rëtullu, me oj, me shu. Krejt ajo pjesë deti kalaja ka qenë këtë përfri zgjate. Ne kem ditë si një javë ditë kemi hek keq, po me parandalu mos më përhap. Të prit për lumit zëtë mos më bje shije dhe dashti Zotit tje. Ta shpresim edhe sëtë, mos ja duhet më shumë i rëtullu gjithë cungat edhe herë, me që ka 25 kg. Si pe i bani ujtë? Me dorë, këtë. Lokalizimi i zjarrit do bëj kryesisht këtë lugështojnë do. Po prap shihet që aktiv disa cunga, disa si për rregullisin edhe për nxitin pa zjarrit. Po shkurt në një javë ditë jemi të shu vetëm me përhap. Është një moment. Ajo pjesa atje po duket e djegni po ashtu, ka ndodhur edhe përpara, po? Çdo 70 vjet një dekadë dikush ja vë zjarrin sikur me qëllim. A është rigjeneru pylli? Si dikur me pisha apo me pyje gjithërënse? Ja, tash ka filluar. Si shenjë e tegë. Ku shihet ajo rrugica atje, bellaja kjo pjesa bellaja e. Këtyre lugje të orë, nga dal, dhe faktori njëri, duke mos pas kujdes, edhe zjarë fiksat pak. Se tereni maj mirë ka qenë këtë pjesë se në të kërshin atje. Hajtë të mënu që po nalet në këtë pjesë tu, por nuk unë dalë. Filloj e murë edhe këtë pjesën në i Kastrelci, duke e përfri zjarë me të madhen. Mundov me nga dalëcu me ditë tana, të prejt disa shkure, të qelë kanale, mdushkin të largu, halor të largu, dikun me kanë të atujt, arritëm dhe një javë, mas javë e përfshirë dhe të kershin atje. Dur në pjesën tjetër anë, me dalë pjesën kryesore të Strelësit, edhe atje me javë, të qelë kanale, të rëtullu cunga, të shkrym, e kem nga nërcu. Ska pas interesim të malë më në animu. Nësisht është plaki Shaban Rostemaj, unë e Shtrefa Avdimetaj, Homez Avdimetaj, edhe djali ti i Homzit, s'kuj kemë najtë pa në animu, shumë i vogël, edhe kemë arrit me një javë ditë me nga dalësu. Pjekje tana nuk jenë vlerësua shumë, disa i kanë marrë që gjaja që këta veqen të shku veç hajtë që s'bojnë gjo, për kraj heq, po na kemë bo për shkak të halorëve, mos me hub gjelbrimi se duhen mas pak të 100-200 vjetë për mu regeneru që kjo pjesë. Edhe pikërisht në hikja nuk zhvillohet. Po
Po interesimi ka qenë për dy fshatra shumë, unë mund të them që ka qenë as pak zero. Ma fort kanë bo shëtitje, hikinga, aso, dikush na ka shëqu me sy jëtë mirë, disa pleq, na vlerësë ishin, po ata pleq s'kishin mundësi me në animu që. Shkatrimi apo dëmtimi me dashje me pasoje të rënda materiali i fondit pyjor dhe i çdo njësie të ngjashme me to janë të ndëshkueshme me ligjet në fuqi të Republikës së Kosovës. Ndaj apeli vazhdueshëm qytetarëve për kujdes të shtuar, sepse ju rrallësh pakujdesia faktorit njeri ajo që po ju kushton këtyre bjeshëve djegje të hapësirave të tëra të pyjeve 100 vjeçare, duke shkaktuar një dëm të konsiderueshëm për mjedisin dhe shëndetin në përgjithësi. Institucionet gjetëse le të bartin përgjegjësinë vetë mbi supe, tash kur pjesa ndër më të bukura të pyjeve shekullore të bjeshkës së Strelcit është djegur duke shkaktuar dëme të pakompenzueshme. Njësia profesionale i zjarfikjes dhe i shpëtimit në Deçan përbëhet prej gjithsejt 12 zjarfikësve të pajisur me 3 cisterna, si dhe një xhip malor për raste të shpërthimit të zjarreve në përbjeshk. Por ndonë se objekti i ri ofron kushte optimale për punë, i numër prej 10 zjarfikësish tehet i vogël për 38 fshatra të komunës së Deçanit. Ndaj edhe ditët e punës së këtij stafi janë me presione të vazhdueshme, sa nga vetë natyra e punës, po as nga alarmi i qytetarëve, për të cilëve ftohen gjithmonë në situata të jashtëzakonshme të shpërthimit të zjarreve. Pse po nxitoni? Çfarë po ndodh? Po bërë shtëpi. Një rast i tillë kapet në kamera krit rastësisht kur biseda me ta për zjarret në bjeshkën e Strelcit u pamundësua që në fillim për shkak të ftesës urgjente për intervenim në një shtëpi që po digjej. Një shtëpi është të djegë në Pobersh, dhe është në dhënë kohën e po të dhju në kohën e rekordit janë njësë edhe besoj që i kanë me mërim kohë për me intervenatje. Zakonisht në mëndrimin e kemi me 3 vetë, për në rastet të veçanta në do të me mobilizu zjarfikësat tjerë të cilët janë përshem. Bële është po 3 orë, para 3 orë, po në bjeshkën e Strelcit është 10 ditë. Kemi marrë gjitha masat, ka qenë e vështirë ndërhyrja këmsojike. Pse është vend i thyshe, është malor, është shumë i tatë pjeta shumë e madhe, edhe është kërshësh. Është problem gjitja e zjarfikësave në atë vende. Ja kemi dorë? Kemë arrit që të lokalizojmë, kemë arrit që të bëjmë një vijë mbrojtëse kundër zjarrit. Për shkak se nuk ka arrit që shuat tërësisht zjarri. Edhe erat e porta e kanë bërë zjarrin deri në bjeshkën e Strelcit. Ka çdo ditë, domethënë çdo ditë na aktivizu dhe në gjatë pse. Për shkak më shumë nuk kena pas mundësi, për shkak se na u dash me majtë edhe poshtë për shkak të rrezikut që kanë qenë edhe pjesë malore, pushore kanë qenë 3, po kanë ndodhur që bashkësisht në gestimin e situatës, ashtu kemi qenë. Ne kemi pas përkrajnë edhe të agencionit të pyjor të Kosovës. Kemi pas mbështetje edhe nga shoqata alpini bjeshkatare Marjashi. Kemi pas mbështetje edhe nga qytetarë vullnetarë të fshatit Strelc, bjeshkatarë të fshatit Strelc, të cilët na kanë ndihmuar, na kanë përkrahur. Ma e vështirë ka qenë ndërhyrja në bjeshkën e Strelcit apo në bjeshkën e Belas? Unë mendoj që në bjeshkën e Strelcit se zjarri ka qenë më masiv, më i vështirë edhe është prek një mal shumë vjeçar, i cili është pish, edhe ka qenë monitorimi dhe ekoni i zërshëm, po gjithashtu ndërhyrja ka qenë shumë e zërshme. Ne kemi takuar edhe kujtohet dhe mos ka qenë i angazhuar këtë drejtim, po takuar me Porin, ka kërkuar që të ketë një ndërhyrje nga ori. Ata kanë vlerësuar që nuk ka nevojë, edhe se ka qenë i pamundshëm ndërhyrje. Sipas tyre nuk ka rrezikuar fshatra, nuk ka rrezikuar vendbanim, nuk ka rrezikuar qytetarë. Ndaj të 10 vatrat në rritje, derisa dora e Zotit të ndërhyjë me tëreshura për të shpëtuar krijimin e vet shumë shekullor. Po me kilometra ka qenë. Me kilometra ka qenë. Po përfshirë 2-3 kilometra ka qenë. 4 orë. Po kanë qenë disa vatra zjarri, po përfshirja ka qenë përfshirë për metra ka qenë 2-3 kilometra.
Sa keni kapacitete për t'ju dalë ati 20 fshatrave me këtë staf me këto pajisje, sa kanë? Është minimalisht, dhe me që minimum 30 gjatë fikse në bazë standarde dhe në bazë specifikave që i ka Komuna Dëshanit. A keni kërku rritje staf? Absolut po, gjithsesi. Kem kërkuar ne, edhe kem drejtuar dhe kujtari komunës, po dhe kujtari komunës që ka drejtuar organe të tjera, po qeveritare. Dhe përgjigje? Përgjigje nuk ka alak për gjëras një përgjigje. Një mesazh me siguri për qytetarët? Sigurisht, kujdesi është më rëndësishëm shumë se për pakujdesinë e tyre ne po rrezikojmë edhe jetët e njerëzve, po rrezikojmë edhe pasuritë qindra vjeçare, mijë vjeçare që është pasuni e jona është. Ajo është aset. Edhe ne po rrezikojmë për pakujdesinë e njerëzve. Sipas Izet Zenunit, drejtor për mbrojtje, shpëtim dhe shërbime publike në komunën e Deçanit, terreni jashtëpërmalor ka imponuar vetëm monitorimin nga njësia zjarfikësve, por intervenimi ka qenë pothuaj pamundur. Pas parasysh terrenin e vështirë dhe malor, njësia zjarfikësa ko paskua ka monitoruar, po intervenimi ka qenë i pamundshëm, sepse situata edhe forma e intervenimit në atë pjesë ka qenë i pamundshëm se rrezikonte jetën e tyre, njëkohësisht komuna, kryetari i komunës bashkë me neve si staf. Në shumicën e rasteve kemi drejtuar edhe me kërkesa KFOR-it italian, të cilët gjithmonë kanë qenë afër neve, po në momentin e caktuar për intervenim janë varë nga niveli qendror, do të thotë vlerësimin e statut të rrezikshmërisë kanë vënë në niveli qendror. Edhe nuk e kemi pas në intervenim më herët si fazë parandalimi, po deri në momentin që ra shija dhe e uli zjarrin. Njësitë zjarfiksa u kanë intervenuar sidomos ditën e fundit, ku 2 zjarfiksa kanë qenë të rrezikum thuajsi kogja keq, po fatmirësisht kanë shpëtuar dhe kanë dalë nel. Ka pas edhe shpërthim në mbledhje gjatë lutjes që edhe intervenimi i zjarfiksa ka qenë shumë i rrezikshëm për jetën e tyre. Për shkopit ka ardhur zjarri, është policia ka dalë vendin e ngjarjes, nuk e dim arsyet, ne nuk kemi organ kompetent që mund me përcaktuar sakt a është fakturë njëria, fakturë natyrë që ka shkaktuar zjarrin. Po sido që të jetë domet janë të mëdha, është dëmtuar një pjesë e vizitacionit të pyllit në ato pjesë as të bukura të Kosovës. Shpresojmë që s'kemi më pas më këtë vit ose vite të tjera. Meqenëse se ne nga fatkeqësitë mësojmë, besoj që vitin e ardhshëm do të merren masat, do të jetë koordinim më i madh edhe mes agjencionit pyjor, edhe komunës, edhe zjarfiksa që të parandalohet. Burimi i zjarrit që kishte në fillim, vërtetësisht një javë ka qenë i njëjtë, edhe nuk ka eskaluar, nuk ka marrë për masa të mëdha. Po sa këtë burimi i zjarrit, zjarfiksat nuk ka qenë pamundshëm të intervenohet aty. Intervenimi nga ajri ka qenë shumë i lehtë edhe i domosdoshëm që të parandalohet aty. Po meqenëse se KFOR-i nuk e ka pasur arsyeshme që të intervenojmë, atëherë zjarri ka marrë për masa të tjera dhe derisa ka ardhur me rreziku edhe banorët edhe pjesën e stanut në bjeshkën e Selsit. Sipas Smail Qerimajt nga drejtoria e Parkut Kombëtar Bjeshtë Nemuna me Selino Peri, që në shpërtimin e vatrave të para janë informuar të gjitha organet relevante, KFOR-i, ndërsa është zhvilluar takimi përbashkët me kryetarin e komunës së Deçanit, njësinë e zjarfiksëve, por edhe përfaqësues të KFOR-it për të shprehur domosdoshmërinë ndërhyrjes nga ajri, të cilën sipas tyre nuk e kanë parë të arsyeshme. Këtu është zjarri në fillim, vrehet një tim shumë i vogël, të afër Bellës, po shihet që është një bjertësi shumë e madhe, si është e pamundshme me hy. Këtu me ditët vijuse, ku ka fillu gradualisht shpërndarja, që ku shitu shifet çfarë bjertësie, çfarë vetëm me anë të ajrit, që orkon e pamundshme mu intervenu. Shiko që shka viju nëpër Kersha, non-stop, shpërndarja. Këtu jemi të qafa nekit duke bërë këtë vinë parandaluese me punëtore me zjarfiksa. Sa kanë qenë të Kanë qenë dikon 4 zjarfiksa, kjo roje i natyrës. Vetëm 4 zjarfiksa? Po, 4-5, nuk e kanë edhe numrin. Këtu shihet zjarri një natë a 2 parasemonial. Edhe kjo gjendje qafë, ku e ndjek të kishim mujt me mbrejdet e zjarri, nuk ka qenë heq e vështirë komunal, kjo zjarë. Po për shkak se nuk ka mujt kurkush me intervenu as zjarfiksat as kur një njeri.
ndërsa sipas tij iniciativat e të gjithëve janë intensifikuar vetëm në ditët e fundit kur ka eskaluar situata. Ditëve të mbroma kanë qenë edhe vullnetar nga fshati Strelc, edhe një shoqat alpiniste, Marjashi, edhe ata na kanë asistu. Edhe ditëve të fundit, kryesisht ditëve të fundit, ku ka fillu se ju dalë zjarri deri te vendi quhet e Qafa Nekit. Në ato pjesë se më herët nuk ka qenë i mundshëm intervenimi i asnjë personi. Po me helikopter që? Me helikopter ka qenë shumë e lehtë edhe zjarri ishte vetu me njëherë. Po, me dy kofa ujë, po sipas këforit nuk e kanë pa të arsyeshme se nuk ka qenë me rrezikshmëri të madhe, nuk janë rreziku banorët, kjo ka qenë e gjitha. Gjendja aktuale? Gjendja aktuale, derisa ka ra shi, nuk ka mujtë më naltë, tash është i nalën. Në përshtim, në përgjithësi është i nalën, kanë qenë 1-2 vatra tymit, kryesisht ju djeg disa pisha shkajnë konë, po zjarri është i shumë, plotësisht. Drejtoria e Parkut Kombëtar ka brenda përgjegjësive të veta edhe për ndalimin e zjarreve, për çfarë që Rima i thotë se janë organizuar fushata sensibilizuese. Të shpresojmë se qytetarët do ta kenë parasysh se një pakujdesi e vogël kushton humbje të mëdha të aseteve tona mbarkombëtare. Përderisa mbetet për të vlerësuar dëmi shkaktuar në këto pjesë të pyjeve, kryesisht halor. Aty kanë bërë një hetim edhe policia, pretendojnë si ka qenë nga vetëtima, disa dyshojnë nga ndonjë gjyqtar ilegal, po për momentin policia janë duke i zhvilluar këto hetime. Sipas të drejtorisë për bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural të komunës së Deçanit, janë rreth 16.000 hektar të kësaj komune të veshura me pyje, ndërsa në Trekëndshin, Bjeshke, Strelcit, Bele, Lubeniq, ku janë shpërndar zjarret, janë rreth 2.000 hektar drunj halor. Zjarri në Bjeshkën e Strelcit, por edhe ai në Bjeshkën e Beles, në të cilën Zufidh la pas vetes dëme të konsiderueshme, vlerësimi të cilave pritet të bëhet në ditët në vijim. Ndërsa thirrja për kujdes të shtuar e vazhdueshme, sepse pyjet halore të Alpeve tona kanë potencial për zgjerimin e zjarreve në përmasa katastrofash ekologjike, duke pasur parasysh edhe mbetjet e trungjeve të prera dhe të papastruara ndër vite, si dhe temperaturat e larta gjatë stinëve të ngrohta. Haloret me rrënjë të nxirë kurore të kuqremta nga flakët e derit jeshme, sot farfurisin si një vaj të heshtur. Shërbelet pranë trungjeve të prera si për t'ju dhënë gjallëri atyre që ju është prerë jeta. Tre vullnetarët edhe sot aty për të shuar vatrat e arritshme për ta. Aktualisht jemi afër muajit madhe, kur zjarri ka është dalë në këtë kurriz nga Bellaja. Dhe pikërisht këtë vend ku ndodhem këtu, dashur me lokalizu pjesën poshtë, po na ka vazhdu zjarri pak edhe në ledin këtu dhe kemi arrit pikërisht këtë vend këtu për me shu, me lopata, me ujë, me shishe të ujit, me sa kemi mujt, e kemi lokalizu deri në atë pjesën poshtë atje. Po si duket jenë bu aktiv disa cunga edhe atje, po do të shkojmë edhe atje, do t'i fikim, sepse pikërisht në ato vende i kemi të lënë edhe disa kanta me ujë, në rast nevoje me pas më afër. Tetja institucionale nuk e di si ka qenë veç vëzhgim, thuja improvizues, kanë ardhur një ditë kanë ardhur dhe kanë qenë pak, se atje kanë menduar që nuk përhapet, po ajo përhap. Një përforcim e pas nga anën tonë bile pikërisht në atë pjesë, ose më na i pru janë disa të krahut që mbushen deri 30 litra dhe me presion me ajër ato shujnë shumë më mirë. Jo më ndalon me shishe. Na sikur të kishim me këta dy vullnetarë tjerë që jemi, do ta kishim shumë në tërësi. Ne ka primi që Shaban, unë ja kam gjetë pseudonimi Plaku i Maleve, pas ka malije që e dalë. Është për çdo atë mirë. 2-3 herë në ditje, edhe nga njerë ka i shishe ndoroj
një lopat ose një diçka pa e pas, diçka me dhonë një kontribut se ka lo kur. Dora Zotit pram e ka dhoni shi, bereqetshëm arriti me shu, tash sa mu e mbajmë na, edhe i bëj apel edhe institucione shtetënore, le të vinë që të cunga që janë duke u ndez, mos krijojnë vatra tjera sepse mund të përhapet në pjesë tjera dhe atëherë është vonë. Pikërisht këtë fryma nuk dihet as në cilën anë të horizontit shkon. Ndërsa rrebeshi i shiut me breshër solli gëzim tek të gjithë, me që veç një presion i tillë do të shuante zjarrit në rritje. Të gjithë nuk e kanë qejf për të breshin, po na prom me dëshirë kemi prit breshën e shije çka do të bjen vetëm le ta shumë zjarrin edhe fal Zotit, kem pas edhe breshën edhe shi, edhe të gjitha bereqetin e kem pas me të mazat. Abdi Mehta i thot se alternative duhur për shuarin e zjarreve që në nismë është pajisja që do të bane me nga një fikse zjarri që në raste të tilla të mobilizohen për një herësh. Në të kundërten, përpjekjet duar bosh shëmbesin në të shumten shterë. Na si individ privat që jemi, nuk e kemi mundësinë as kuti blejmë, se i kishim blej ato strajcorët domon shpinës, që jenë për me shu zjarrin, po kisha bo apel institucioneve pikërisht në këto vatra këta që e frekuentojnë, barije që ka t'i kanë 2 ose 3 qasi. Sepse me 2-3 qaso, 35 litra arri me shu te 1 kilometr, me to aty këtu, dikun me lepat, dikun duke qel kanalin, dikun në i cungë duke shu me to, dhe unë e di s'ku këmë përvoj për para, që i kemë huazu për zjarfiksa o t'unikit, para një dekade, pikërisht me to, një javë mas, unë me djartë mi se me Mizër Shabani kemi shu atë pjesën. Ndërsa thirrja e këtij strelciani për të gjitha institucionet është që të kapen problemet bashkarisht dhe në kohë. Unë kam lënë edhe punët e mia, edhe kam marrë pikërisht që një javë ditë më shumë ka vullnetar pikërisht për këta halor, sepse e di se këta halor shumë ngadalë rriten edhe nuk kanë këto pjesë. Se ky lloj pishe nuk ekziston. Pisha e shëndetshme, pisha e egër, kjo rritet ngadalë nuk është sigur ato të butat, po kjo e ka atë vlerën e vetë vetëm Greqi, sa ko mujtë me lexu është një vend, edhe këtu rritet ngadalë, në përshkëmbije ndoshta është me qindra vjetë që kanë zonë në mysh që ndoj sanë që a mbledh për i gurëve dhe që pikërisht që aty kanë zonë vend. Tash edhe ajo u shu për i zjarrit, tash më do të mbetet vetëm si shketin aty, gurë Shkëmborg. Apel 2 fshatra, apel komunës Deçanit, apel krejt qeverisë Kosovës, që kur fillon një vatër, ke mujt me prit me 2 orë. Me sa di unë me 2-3 vetë me 2 orë, si ku ti kishim 20 vetë, ti kisha pas, e kisha shu tërsisht. Po me 2 vetë, 3 vetë, 30 kila, mi ngjit në këtë nalëci, me dorë është problem, po kem arrit një javë ditë me lokalizu. Apeli është që veç një përkraje vogël, ajo shuhet me 2-3 orë. Mas një dite, le të qohet qeveria, këfori, nuk mundësh për shkak të ajrit. Ndonë se rritja dhe shpërndarja graduale zjarreve në përpyjet halore të bjeshkës së strelësit krijoi një situatë alarmante dhe i kërcënoi me një katastrofë ekologjike me dëme të pallogaritshme në këtë trashëgimi kombëtare. Përpjekjet institucionale për lokalizimin e tyre lanë për të dëshiruar, ndërsa solidariteti i komunitetit me zjarrfiksit me një përqindje krejt të vogël, përveç disa bjeshktarëve rezident, të cilëve ju bashkangjiten, edhe disa vullnetar nga shoqata jo qeveritare. Zjarri në bjeshkën e Strelësit, por edhe ai në bjeshkën e Bellez, në të cilën Zufi la pas vetes dëme të konsiderueshme, vlerësimit të cilave pritet të bëhet në ditët në vijim. Ndërsa thirrja për kujdes të shtuar e vazhdueshme, sepse pyjet halore të Alpeve tona kanë potencial për zgjerimin e zjarreve në përmasa katastrofash ekologjike, duke pasur parasysh edhe mbetjet e trungjeve të prera dhe të papastruara ndër vite, si dhe temperaturat e larta gjatë stinëve të ngrohta. Po ju këtu edhe mungesë të ujit? Duhet me sa të mundon me mënyrë më racionale me ky tashmë nuk aktivizohet. Sigurt? Sigurt, kjo se tash e kemi shpur këtë. Tashmë, cungjet qymir tymosin ende në përpishat gjysmë të djegura, të cilat të reshurat gjatë stinëve të ftohta do të zhveshin nga halorët për t'i lënë vetëm skelete. Ndërsa këto imazhe të trishta klithmë që asnjëherë të mos i lëm rastësisë ato që rrezikon trashëgiminë tonë ndër mileniume. Mos më rrotullohemi shumë.
bjeshkën e Bellës, i cili gradualisht u shpërnda edhe në bjeshkën e Strelcit, le të jetë leksion për të gjithë ne që paralelisht institucione e komunitet të kapim problemet gjënonismë, sepse asnjë e keqe nuk ndodh vetëm nga pakujdesia, papërgjegjësia apo dora kriminale kujtdo qoftë, por nga që presim nga të tjerët në vend si të luftojmë bashkarisht. Ndaj përgjegjësia mbetet të gjithë neve, sepse asnjë problem nuk është i madh mjaftueshëm përballë iniciativave të përbashkëta për të gjetë të zgjidhjen më të mirë dhe në kohë, se secili prej nesh do mund të bënte sadopak në parandalimin e këtyre zjarreve, të cilat shkaktuan këtë dëm të pariparueshëm për breza të tërë. Ndërsa të gjithë ata që mund t'jenë shkaktar potencial të këtyre vatrave, të tjerët që nga rendin të uzurpojnë shesin troje, kroje, burime, por jo edhe me pak solidaritet e mobilizim të parandalojnë katastrofat të tilla natyrore, le të mbajnë hakun e shfrytëzimit të aseteve të gjithë neve, si dhe të turprohen kur shijojnë panoramet e saj prallore, të cilat u ngulfatën në tymin e pishave shumë shekullore, të cilat na dhanë hije shëndet për të djeg para syve indiferent me kafsh, zogj, insekte e gjithçka të gjallë.